Flamurtari rikthehet të luajë përgjatë mbrëmjes së së dielës në shtëpinë e tij, në stadiumin e rikonstruktuar të Vlorës, por pa ja dalë dot të rëmbej 3 pikët. Vlonjatët kanë zhvilluar një ndeshje me kualitet të lartë përballë kampionëve në fuqitë e Ignatias, por pa arritur tek fitoria, në një stadium të tejmbushur nga tifozët, të cilët kanë sfiduar edhe rreshjet e shiut për të ndjekur ekipin e zemrës. Atmosfera ka qenë fantastike në stadium, udhëhequr nga flota kuqezi. Stadiumi i rikonstruktuar i Vlorës i ka dhënë një tjetër magji kësaj ndeshje, në realitet ndryshe nga më parë. Ndeshja në pjesën e parë ishte e balancuar, me të dyja ekipet me rast për gol si nga Flamurtari, por edhe nga miqt. Një rast i cili vlen për të diskutuar ka qenë ai minutës së 29, ku një rast i dyshim në zonë mund të ishte akorduar edhe penalti. Pjesa e parë po shkonte drejt barazimit, por atëherë kur mendoi se do të shkonin në dhomat e zhveshjes me rezultatin e pastër, për Ignatian akordohet një penalti, një prekje e topit me dorë në zonë dhe 11 metrësh që shndrohet në gol në minutën e 46 të takimit nga Albanese. Pjesa e dytë e takimit nisi më vrullshëm për vlonjatët, të cilët përgjatë kësaj pjese patën më shumë raste se miqt, por pjesën më të madhe të rasteve nuk e konkretizuan me gol. Për Flamurtarin akordohet edhe një penalti në minutën e 58 të takimit, por arbitri thirret nga VAR dhe rasti i rishikohet. Enea Jorgji shkon pranë monitorit të VAR, e rishikon rastin dhe nuk akordon penaltin e dhënë më parë për vlonjatët. Flamurtari do të gjejë golin e barazimit në minutën e 84 me Todorovskin, pas një aksioni model të krijuar nga vlonjatët. Futbollisti nga Maqedonia e Veriut godet brenda zonës, duke gjetur rrugën e rjetës dhe duke ngritur në peshë tifozët kuqezi. Kur ndeshja u mendua se do të shkonte në barazim, Ignatia ja del të nxjerrë një gol nga hiçi. Në minutën e 89 të ndeshjes, Leo Melo realizon golin e fitores. Më pas për vlonjatët nuk ishte më kohë për reagim. Javën e ardhshme të kampionatit, Flamurtarin e pret një tjetër ndeshje e vështirë. Ekipi kuqezi udhëton drejt kryeqytetit për të përballur me Dinamon në Tiranë.